le të themi që një person do të bëj një pastrim të arterjeve. Do të ishte shumë mirë që 45 deri në 60 ditë të përdori çajin e murrizit, thjesht në këtë mënyrë. Marrim afërsisht 10 gram nga kjo lulja, e zjejmë në gjys litër ujë. Ose 200 ml ujë, një lugë gjelle me lule murrizi. E zjejmë afërsisht 2 minuta, e lëm që të ftohet dhe pihet. Konsumohet gjithmonë, është mirë para buke dhe të jetë i ngrohtë, në mënyrë që të jetë shumë aktiv dhe ne të mos ta lodhim mëlçin, që ajo të më balancojë dhe temperaturën e trupit e kështu me radhë. Atëherë, merren 2 deri në 3 gota në ditë. Kjo është një mënyrë... Një mënyrë pastrim arterje që ju thatë 45-60 ditë pra gati 2 muaj. Bëjmë një pushim, mund ta nisim prapë, se ka njerëz që mund të pyesin që mund ta konsumoj për ditë dhe për sa kohë murizin. Po, sikur të themi kështu, le të marrim për shembull një lavaman i cili është i bllokuar nga ato yndyrnat e... A mund ta pastrojmë për ditë atë? Jo. Ne e pastrojmë një periudhë kohe, bëjmë një pushim sepse arterjet tashmë janë rifreskuar, janë bërë si më të reja. Dhe këto nuk ka nevojë që neve prapë pas një muaji të pijmë këtë çaj. Jo. Çfarë do të ndiejmë një herë? Nuk do të kemë një tension të çmendur, 18, 20, 21. Do të kemë një vlerë nga 120 mm të shtyllës zhivës deri në 140 maksimale. Flasim për një njeri 60, 65, 70, 80 vjeçar. Kur dhe arteriet janë më të trasha edhe. Pra një ulje të presionit të gjakut, sepse arteriet tashmë kanë fituar elasticitetin e tyre.